dua t'ju bëj një pyetje për një personazh I cili vjen nga zona e Bajraqeve. Domethënë, po jo të merrem me vet personazhin me zotin Berisha, por me fisin e tij. Domethënë, fisi Berisha është I ndëgjuar që në Kotës Skënderbeu. Është fisi më I përhapur në Ballkan. Ashtu, ëh? Po. Nga e kanë zanafillën? Une, me ato studimet e mia, e kom gjetë që këta kanë orë nga Komsi I Shkodrës, në dokumentat që kom gjetë. Ndërsa, dhe studios tjerë, thonë ndryshe, ka bonja një artikull para një 10 ditë, edhe thotë është qysh para lindjes Krishtit, Berisha. Une nuk besoj se nuk ekziston kur I fis tash 2000 vjet në Shqipëri. Të paktën në vijë Por lineare. ata e kanë qenë një zonë shumë thellë, kur nuk ka qenë hidrocentrali dhe kur nuk ka qenë liçeni, ka qenë shumë e vështirë me shku atje në fshatin e dyne në Berish, ku kanë pas në Breg Drinit. Edhe atje ishin, se me thonë, të mshefun nga pushtuesi, dhe kanë qenë shumë qendrestar, edhe kanë qenë shumë të lidhur si e brejt me njëri tjetrin. Kur një njeri është vra një burr I mirë nga Berisha, kanë vendos Berishasit me vra nga fisi atyne që kanë vra, sepse e vranë për fis këta, me morë gjakun dhe pa lidhje me njëri tjetrin, s'kishin celular, për një ditë në 7 qytete kanë vra 7 vetë për me morë gjakun e një njeriu. Dhe të nesëmet kishin vra 6 tepër që duhesh me u pagu këta pastaj. Kishin 6 e borç. Pra, Berisha janë një fis me shumë fisnikëri dhe me shumë kompaktibilitet dhe me shumë emën të mirë. Po, janë shumë fis I mirë. Po, vetë zoti Berisha, familja e zotit Berisha, nga e ka zanafillën, ka legjenda të ndryshme, jo thonë ka vra priftin dhe ka tundi I përzuri. Une, për ato nuk kom dokumenta, familja Berisha është nga fshati Katundi I Kirs, nga Berisha e Puks. Kjo është faktuar ditën. Ata kanë zonë vend Tropoj shumë kohë përpara. Janë katolik me origjinë këta? Po, janë katolik. Gjithë muslimanët e Tropojës janë katolik me origjinë. Të gjithë, përja ashtu Gashit Bardh, që ata kanë ardhur musliman kur kanë ardhur. Gjithë tjerë kanë qenë katolik. Dhe për hir të vërtetës, ajo shtëpi ka nxjerr burra luftarë dhe njerëz zot. Tash ky është ky që është për këtë no comment për Berishën, s'kam bën kurrë, s'kam shkruar një. Jo, unë do t'ju pyes për fisin e tij. Sepse unë kam takuar njerëz të fisit të tij në Tropoj dhe kanë qenë njerëz të fisëm, ëh. Unë kam bën 50 libra dhe për Berishën nuk kam shkruar asnjë rresht, as mirë as keq, as pro as kundra. Jo, unë dua të flas tepër. Shiko, se e di pse e përmendin në kohën e Skënderbeut si komandant trupash, jo si luftar thjesht. Bile është vrarë në mos gabohem bashkë me Mojsiun. I përmend Edith Durhami si fis shumë I përhapur. Po të shofësh në Kosovë këtë mbushur me Berisha. Ku do djejnë në Amerikë, djejnë në Brazil, djejnë në Argentinë. Jo, po them që kanë një vijimsi territoriale. Ata nuk e ndrojnë emrin, ku do shkojnë e quajnë jem Berish. Nuk e ndrojnë sepse mbajnë lidhje për fuqi ushtarake. Ka qenë lidhja, Berishtit I delnin zot edhe njëri që ishte në Argentinë, po të kishte nevojë. Tash edhe kanë qenë shumë të lidhën dhe shumë fistar. Kanë qenë fis. Po kjo legjenda që ju ndodhi vranë apo se ke iden? Për cilin? Që vranë një priftin, ka një legjendë sikur prifti kishte trasu shenjtrinë e rrëfimit dhe u vranë Berisha për është një histori e ngatruar, që pastaj ishin të detyruar ta përzinin nga që ishte puna e fisit e vrasjes së një prifti. Tani, vrasja e priftit nuk tolerohet me sa diun në kanun. Jo, është problemi kështu. Herë nuk lejohet nxjerrja e rrëfimit. Pra, prifti. Kjo është mëkat mortal. E para, dyta, unë kam shkuar në Shqip 420 faqe relacionin e Shtefan Gasperit, që ka analizuar gjithë priftëritë e Shqipërisë. Edhe Gjergj Gashi ka publikuar 200 faqe relacionin sekret të Ernest Kocit për papën që është publikuar gabimisht, po është publikuar dhe kanë shumë kate edhe priftërit. Pra nuk është ndonjë mëkat I madh me vrarë një njeri që s'është I mirë. Qoftë prift, qoftë kush do të jenë ai. Pra për mua, edhe nëse e kanë vrarë prift,
në i gabim të malë nuk kanë bon sepse i kritikon Gasperi, s'po i kritikoj unë, po i kritikon Gasperi. I kritikon shumë ramë. Aje që në relacionin sekret dhe nuk është bëtua 350 vjetë. Relacioni Gasperi, unë e kam bëtua Shqipërit parë, nërsa pjesërisht është bëtua në vitin 1931 të Hylli Dritës italisht, pjesërisht, jo krejtësisht. Nërsa pjesa sekrete nuk ishte të ajrë që i kishin mora të aty Hylli Dritës, e kanë morë Napoli, unë e mora në Vatikan të plot, 50 dhe kjo të regon për fajet e prifrimve që kishin zjerë sekretin e rëfimit, ose që kishin po shumë gjera më të këshia, për shumë, a i prifti në Zadrime, i kishte zonë dashnore, ishte gruja 7 zonë, i kishte zonë raki me helm dhe i kishte mirë gruja 7 zonë, bën prifti këtë punë për shumë. E tjera janë shumë atje dhonës, është bëtue, unë e kam bëtue ato me miratim edhe nga ata që ma kanë dhonë Vatikan, e kam bëtue të plot, pa tjetër su as një germë, pa ishtu as pa jek, por e kam bëtu për e të parë, mas 350 vjeç.